Maqedonia e Veriut po bëhet shteti i parë në botë ku gjykata kushtetuese shkel rendin kushtetues, del në kundërshtim me kushtetutën si aktin më të lartë juridik dhe në kundërshtim me vendimin që ka sjell vetë paraprakisht, thot kështu Arben Zeqiri nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Maqedonia e Veriut po bëhet shteti i parë në botë ku gjykata kushtetuese shkel rendin kushtetues, del në kundërshtim me kushtetutën si aktin më të lartë juridik në vend dhe në kundërshtim me vendimin që e ka sjell vetë paraprakisht. E gjithë kjo po bëhet duke shkelur të drejtat dhe lirit elementare të qytetarëve, në këtë rast të shqiptarëve si bashkësia e dytë etnike më e madhe në vend. Vendimi i fundit për të refuzuar kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë së vendimit të qeverisë për uljen e numrit të këshilltarëve në komunat shqiptare është antikushtetues, në kundërshtim me ligjin për vetëqeverisje lokale Neni 34 dhe në kundërshtim me vendimin paraprak të kësaj gjykate, e cila vetë e kishte shpallur njëherë si antikushtetues vendimin e qeverisë për të fshirë mërgatën nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Si pasojë e këtij vendimi, sot komunat e banuara me shqiptar do të kenë dukshëm më pak këshilltar se sa kanë pasur deri më tani. Edhe atë, Struga, Kërçova, Vrapçishti, Zhelina dhe Te Arca nga 4 këshilltar më pak, ndërsa komuna e Gostivarit me 8 këshilltar më pak. Me vendimin e qeverisë, shqiptarët dhe komunat e banuara kryesisht me shqiptar kanë edhe pasoja ekonomike dhe financiare. Nga ndarja e kredisë hungareze, komunat shqiptare kanë humbur 8.4 milion euro, ndërsa nga shpërndarja e TVSH-s, ku njëri nga 3 kriteret është numri i popullsisë, komunat shqiptare humbin nga qindra mijëra deri në miliona euro për çdo muaj. Ku e ka burimin ky vendim dhe kjo fushat antishqiptare? Mos vallë, edhe ky është një projekt i botës serbe i ngjashëm me fushatën e Serbisë për pasivizimin e adresave në luginën e Preshevës. Dje u fshi diaspora shqiptare nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Sot u ul numri i këshilltarëve shqiptar. Mos vallë, nesër do t'ja merrni diasporës edhe të drejtën e votës. Për kësaj qeverie monoetnike dhe me bazal shqiptar pritet çdo gjë. Por fjalën kryesore do ta kenë vetë shqiptarët, të cilët më 19 tetor do të vendosin nëse do të lejojnë këtë skenar apo do t'i japin fund një herë për gjithmonë.